Zoti Berisha, cila do të jetë strategjia e opozitës në protestën e 24 janarit për të detyruar kryeministrin Edi Rama që t'i jap dorëheqjen, ndërkohë që ky i fundit thotë se ka 83 mandate dhe nuk ka arsye për t'u larguar? Strategjia e opozitës është largimi i tij 1 minutë më parë nga pushteti. Opozita është e sigurt që do realizojë objektivin e saj. Kjo është dhe ka besim të madh tek guximi, ka besim të madh tek trimëria, tek ndershmëria e qytetarëve shqiptarë. Ka besim të madh se opozita shqiptare ka ose përka opozitës shqiptare dhe zbashku me opozitën shqiptare, do bashkëveproj dhe do bashkëpunoj shumë faktor të tjerë të rëndësishëm në shoqërinë shqiptare që duan ta përzën 1 minutë e më parë këtë të keqe të madhe, këtë organizatë kriminale që udhëhiqet nga Edi Rama. Zoti Berisha, po mbështetjen nga ndërkombëtarët, a keni për largimin e Edi Ramës pasi Maduro që i thoni ju në Venezuelë, lideri i Venezuelës Nicolas Maduro u arrestua nga SBA-ja, në Iran SBA-ja po mbështet protestat, a mbështet dhe SBA apo dhe faktor tjerë ndërkombëtar dhe opozitën shqiptare? Betejën kundër korrupsionit e mbështet e gjithë bota e lirë demokratike. Tani më duhet të them këtu se Edi Rama me Lubi Ballukun, me lindën e Akshit dhe lindën e Surrelit të implikuar në çështjet e Akshit, me Agasin dhe Kokonën e të tjerë, është dëshmuar shembulli më i zi i një kryeministri padrino e vërtet i një mafje ndër më të rrezikshmet në Europë. Dhe ju siguroj që opozita ka dhe do të ketë mbështetjen më të fuqishme. Mos harroni zotëri, janë 7 rezoluta ndërkombëtare, se nuk është zbërthyer se ato u censuruan gjithësisht nga mediat, në mënyrë të tmerrshme, u censuruan nga mediat e qeverisë. Nuk është kuptuar mirë se çfarë efekti shkatrimtar kanë ato mbi regjimin e Edi Ramës dhe çfarë mbështetje të jashtëzakonshme përbëjnë ato për opozitën. Lexoni lajmet e protestës së fundit. Si ishin ato? Që të gjitha si asnjëherë tjetër më parë në mbështetje të opozitës. Edi Rama është i pashpresë. Parlamentit për të me kërkesën për të arrestuar zëvendës kryeministren Belinda Balluku, kreu i qeverisë Edi Rama jo vetëm ka ngrirë procedurat parlamentare për ta lëshuar ato, por ka dalë edhe publikisht krah saj. E fundit dalje ishte ajo e ditës së sotme në projektin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për parkun Eloik, ku kjo e fundit u shfaq e ulur edhe pranë të ngarkuarës me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, kreu i qeverisë Edi Rama dha mesazhet se fjala korrupsion tashmë është kthyer në mod. Ai cilsoni këtë si një sfidë të hapur të kreut të qeverisë ndaj SPAK-ut edhe përballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Nuk ka asnjë diskutim që Edi Rama bën gjithçka dhe jo bën, do të bllokoj drejtësinë. Do përdor 80 e 3 mandatet e tij të krimit kundër drejtësisë. Dhe këtu
ndaj themi ne, fjallën e vetme e kanë qytetarë shqiptarë. Ne kemi theksojmë, Edi Ramën nuk do ta heqë drejtësia. Edi Ramën nuk do ta heqin deltat. Ate do ta heqin qytetarët shqiptarë me protestën e tyre. Nuk kemi asnjë lloj dyshimi në këtë qëndrim, në këtë mendim. Si gjykoni ju, zoti Berisha, praninë e të ngarkuarës me punë të ambasadës SBA krah Belinda Balluku ditën e sotme? Urdhoni? Si e gjykoni praninë e të dërguarës së SBA krah Belinda Ballukut në këtë prezantim të parkut eolik në Tropaj? Nuk e kam pa këtë lajm akoma, do ta shoh, por sidoqoftë duhet të them që Balluku turpron çdo zyrtar të çdo vendi. Balluku është turpi i Shqipërisë, turpi i kombit shqiptar, turpi i qeverisë. Tani, se çfarë arsye kanë bërë që zonja tjetër aty, unë do të shoh lajmin që të... Dhe një pyetje, a e ka dërguar ditën e sotme Partia Demokratike pa dinë në kushtetuese për zgjedhjen e Endri Shabani si avokat i popullit? Është përgatitur dhe do të dërgohet ose është dërguar në gjykatë kushtetuese. Po, do dërgohet, është zgjedh në kundërshtim flagrant me procedurat. Dhe një lloj, si në rastin e inseneratorit të Tiranës, për cilin dy përgjegjësit absolut kryesor, Edi Rama dhe Erion Veliaj, nuk u hetuan për asgjë dhe nuk u pyetën asnjëherë, duke qenë autorët më kryesor të tij, në Troplana, gjerë sot nuk është pyet njeri, dhe se dihet se Elira Kokona, të cilës vetëm për të mos prishur gojnë dhe para jush dhe qytetarëve, mund t'i vihet çdo lloj epiteti për aktin e saj ndaj qytetarëve, ka qëndruar në krye të një skeme. Thash, mund t'i vesh çdo epitet asaj, një lloj si Lumi Ballukut, një lloj si Mirlinde Sakshi.